Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilim, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur ditën tonë sot maraton për të ndarë lajmet rreth ngjarjeve dhe dinamikave më të fundit. Kam patur disa mesazhe nga ndjekësit e Mateos, të cilët më kërkojnë që t'jap analizat e mia të vazhdueshme rreth këtij çifti, edhe pse në fakt nuk është se ka gjëra të reja, po janë ato lëvizjet e vogla që ndonjëherë krijojnë një lloj pikpyetje te publiku, ore Tiron, çfarë po ndodh me këtë çift, si po shkojnë gjërat, a janë gjërat në rregull, sepse shohin ndonjëherë lëvizje. Tani, nuk do të thot dhe nuk duhet ta merrni në këtë formë, në qoftë se Mateo në një prej netëve në Top Arena ndjehet i stresuar, nuk është në një energji shumë të mirë, nuk tregon pozitivitet në fytyrë, nuk do të thotë që ai ka problemin me Brikenën. Nuk do të thotë që është rreth marrëdhënies me Brikenën, është lodhje të jesh pjesë çdo natë e një maratone, le ta themi, të gjatë të një spektakli siç është Top Arena nuk është e lehtë, sepse gjatë gjithë ditës do përgatitje, gjatë gjithë natës me patjetër duhet të jesh në fokus që të jesh në temë të gjithë të ftuarve, të gjithë panelit, se nuk është një panel i thjeshtë, është një numër goxha i madh i panelit, dhe normalisht ajo është lodhje psikologjike, është lodhje shpirtërore, është lodhje emocionale, temperaturat të nxehta shumë, fokusi, përditshmëria për të sjellur një super projekt, dhe nga ana tjetër është ajo fokusi i madh i të gjithë shqiptarëve tek Mateo dhe Brikena, që në fakt kjo është një lloj përgjithësie te çifti. Dhe kjo gjëja nuk do të thotë që në qoftë se Mateo mbrëm ka qenë pak i mërzitur, në qoftë se Mateo ka qenë pak i stresuar apo ka qenë pak më me pak energji për të dhënë një spektakël të papar, për të dhënë një diçka shumë të bukur, do të thotë që Mateo ka patur problem serioz me Brikenën, apo që Brikena e ka injoruar, sepse të tilla i shikoja ca komente që realisht nuk më pëlqyen dhe mendova që në qoftë se ne do ta analizojmë si gjë, edhe njerëzit do ta kuptojnë dhe nuk do të fillojnë të komentojnë negativisht për një moment, të vogël. Brikena pati mbrëm rikthimin. Mendoj që ka më shumë energji se Mateo, sepse pati një pushim, sido që t'jetë, Brikena ka qëndruar në prapasken gjatë gjithë kohës, por ka patur një pushim, domethënë nuk ka qenë kaq i përkushtuar, nuk ka qenë kaq në fokus. Mateo ka patur 2 rrugë të rënda, e ka patur Shizon Top, që domethënë është një përkushtim më vete, është një lodhje më vete, është një stres më vete, dhe nga ana tjetër ka dhe Top Arenën, që është një lodhje dhe shumë e madhe, sepse gjithçka që ne shohim, gjithçka që do me thënë, ne kemi është live, çdo gjë është live. Dhe kjo në fakt është për ta duartrokitur Mateon, se jo të gjithë munden të jenë pjesë e live-it kaq të mrekullueshëm. Më besoni, do me thënë, ka moderator që janë me vite në sken, ka moderator që janë me vite në treg, edhe nuk munden dot që të përballojnë live-in çdo natë, siç po e përballon Mateo dhe Brikena, sepse është, domethënë, e gjithë koha jote është e fokusuar në këtë projektin dhe ti duhet të ndash të gjithë momentet e tua kushtuar rreth këtij projekti. Të punosh në një projekt të tillë, më besoni se kështu është. Domethënë 24 orë duhet të jesh i përkushtuar në këtë projekt, vetëm që ti të dalësh sa më mirë dhe ti të shëndritesh. Nuk ma merr mendja që Mateo dhe Brikena kanë diçka mes veti. Kam arritur të kuptoj, sinqerisht po ua them këtë, që marrëdhënia e tyre është shumë e bukur. Kam arritur të kuptoj që ato të dy kanë një kimi të jashtëzakonshme. Mund ta themi janë të lindur për njëri tjetrin në format e tyre, dhe nëse do të themi për dashurinë, atëherë ç'dashuri do t'ishte, në qoftë se të dy personazhët, të dy djali dhe femra, do të ishin në të njëjtin karakter. Unë mendoj që lulet e bukura të dashurisë bëhen në momentin kur njëri është pak më kokfort, kur ka hidhërime pak më shumë,
kur ka zënka të vogla, pak më tepër të tipit të hatërmbetjes. Me thënë, ato janë emocionet e dashurisë. Kur ka lëvizje në dashuri, në qoftë se dashuria të kishte një mirëkuptim dhe gjithçka do të ishte ideale, atëherë mendoj që e humbet atë ndjesinë e lidhjes, ëh. Mateo dhe Brikena janë akoma në lidhjen e tyre të dashurisë dhe mendoj që po e çojnë shumë bukur, po shijojnë momente, po arrin sukseset e veta që për Mateo dhe për Brikenën, do me thënë, medalja punon në të dy anët, edhe në anën e lumturisë, suksesit, dashurisë, asaj ngrohtësisë shpirtërore, por edhe në anën e suksesit në televizion. Dhe kur i bëjmë të dyja këto bashk, me patjetër që suksesi në përgjithësi në jetë është i garantuar. Do me thënë, unë dua që Mateo t'i japim pozitivitet, Mateo ka nevojë për vëmendjen tonë, ka nevojë për dashurinë e publikut. Publiku sa më afër të jetë është një formë energjie që do me thënë Mateo do mbushet me energji dhe do t'jetë çdo natë i qeshur me shumë pozitivitet dhe me energji të mirë, por kjo në asnjë mënyrë nuk duhet që të trembeni apo të dyshoni se një mimik e njërit prej Mateos dhe Brikenës është në kuadër të marrëdhënies së tyre. Me thënë, ato gjatë live-it ka një presion të jashtëzakonshëm, sepse çdo gjë është live, çdo gjë është me minutazh, çdo gjë është me sekondë dhe duhet të jesh shumë i fokusuar për ta sjellur të gjitha atë spektakël aq bukur te publiku se audienca nuk është e vogël. Ne kemi të bëjmë me një audiencë shumë të madhe, kemi të bëjmë me një audiencë që në të vërtetë janë shumë të fokusuar se çfarë sy dhe ku do të sillet Mateo, çfarë do të bëjë dhe cilat do të jenë qëndrimet e tij. Në fakt kjo është analiza që unë bëra për lëvizjet e natës së mbrëmshme sepse ka patur shumë shqetësime dhe më e keqja është se akuzojnë dhe Brikenën, domethënë kjo që mua nuk më qëndron fare se nuk kam përse ta akuzojnë Brikenën. Brikena është duke bërë rolin e saj në Top Arena, por në jetën e përditshme e tha dhe motra e Mateos që Brikena është krejtësisht tjetër njeri, një vajzë me shumë dimension, një vajzë me dashuri shumë të madhe, një vajzë me zemër shumë të bardhë, do me thënë, është krejtësisht tjetër gjë, po mendoj që këto copëza të karakterit, Brikena i ka shfaqur dhe në Big Brother, po i shfaqet edhe në Top Arena, sepse mirësia e saj duket në fytyrë. Unë mendoj që njeriu e lexon mimikën në fytyrë. Dhe për këtë gjë, do me thënë, shoh një Brikena që është gati të dhuroj emocion dhe dashuri gjithmonë te Mateo. Por nuk do të thotë që një mërzitje e Mateos apo një shqetësim momental vjen nga marrëdhënia me Brikenën, apo vjen nga zënkat me Brikenën, apo vjen nga situata me Brikenën. Jo, ka shqetësime të cilat i takojnë edhe momentit në të cilin është Mateo, edhe situatës në të cilën është Mateo, sepse nuk është e lehtë që të marrësh gjithë të përgjithësi përsipër që të bësh dy emisione tepër të vlerësuara, tepër të dashura dhe të duar trokitura te publiku. Të paktën kështu e shoh këtë marrëdhënie, dua të marr me patjetër edhe mendimin tuaj. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, se ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, për të ardhur pranë jush me çiftin tuaj më të dashur këtu në kanalin Monitor TV. Shumica më kanë shkruar në Instagram, Tiron, pse Luizi dhe Kiara janë kaq shumë të heshtur. Ju po flisnin për projekte, ju po flisnin për këngë, ju po flisnin për emisione. Pse asnjë gjë nuk ndodh nga ana e tyre? Pse asnjë gjë nuk postojnë, nuk përfol Kiara për shtatzani? Pse janë kaq të heshtur në rrjetet sociale? Tani, ju duhet ta kuptoni se si veprohet jeta e VIP-ave. VIP-at nuk është se postojnë shumë në rrjetet sociale nëse nuk kanë akoma një gjë konkrete. Tani jemi gjatë muajit korik. Muaji korik zakonisht njihet si muaji i pushimeve, muaji i qetësisë, muaji i relaksit, muaji i jetesës, le ta themi, sepse njeriu punon gjatë gjithë vitit për të pushuar një muaj. Dhe unë mendoj që Kiara dhe Luizi momentalisht janë duke i dhuruar një qetësi vetes. Kiara ka patur një sezon shumë të ngarkuar, ka qenë moderatore dhe në Fan Club dhe në Portokalli, do me thënë ka qenë një eksperiencë e vështirë për të, se nuk është e lehtë të menaxhosh dy rrugë dhe sidomos në një media siç është Top Channel që do shumë seriozitet, që do shumë kohë, që do shumë momente. Por nga ana tjetër edhe Luizi, ju e dini shumë bukur që punoi 5 këngë, ndër 5 këngët, një që e nxori në kuadër të protestave në Shqipëri
Dhe tjetra këngë që quhet Qelia, një këngë që në fakt ka ngritur pikpyetje shumë të mëdha. Dhe së fundmi kemi arritur të kuptojmë që Luizi do të jetë pjesë edhe e televizionit Top Channel për të nisur emisionin e tij të parë, por të parë edhe në jetën e vet, në televizionin Top Channel. Luizi dhe Kiara do të jenë shumë aktiv, me patjetër në ditët në vazhdim, duke filluar të postojnë gjërat avash avash. Kjo verë do të jetë një verë shumë e nxehtë për Luizin, sepse do të ketë angazhime të shumta. Nga informacionet që kam unë, Luizi ka shumë mbrëmje ku shqiptarët do të kenë fatin që të kënaqen me Luizin edhe me grupin e tij. Por mbi të gjitha, do me thënë, Kiara siç duket ka diçka për të na treguar. U përfol edhe për një shtatzani të mundshme, nuk ka asnjë gjë të keqe. Unë mendoj që çifti shtatzanin e planifikonte gjatë kohë, të paktën nga bisedat ku Kiara ka folë nëpër intervista, ka treguar që tashmë janë gati, do me thënë nuk është se janë çift i heshtur, por thjesht po i pret një shtator shumë dinamik, një shtator me shumë ngjarje që besoj vetëm Luizi dhe Kiara duhet të marrin energjitë që t'ia dalin përpara. Dhe nëse fëmia do të vinë në jetë, do të jetë dhurata më e bukur që Zoti do t'ia falë këtij çifti dhe do të jetë normalisht çifti më i lumtur në tek personazhet publik. Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Për të komentuar pak DJ Gimbon dhe Gjestin. Në fakt, natën e mbrëmshme, teksa po i hidhja një sy TikTokut, po kaloja kohën, më dilnin ca video, më dilnin ca editime nga fansat e Gjestit kundër drejt Gimbos. Në fakt u çudita, me thënë drejtën, sepse nuk e kam pritur këtë gjë që fansat e Gjestit të jenë kaq të ashpër kundër drejt Gimbos. Në këto postime, në këto editime shkruante ku je ti, e ja ktheve shokut shpinën, e ke lënë shokun vet. Do me thënë, kishte komente të tilla që realisht më shqetësuan dhe më bën që të ulem të mendoj se vërtet çfarë po ndodh me kësaj dyshes. Një dyshe që Gjesti ka folë me shumë krenari për DJ Gimbon, e ka quajtur vëllain e tij, por njëkohësisht edhe DJ Gimbo në Big Brother brenda, do të thënë, ka folë me shumë emocion dhe me shumë krenari për Gjestin, sidomos ka patur edhe një moment ku DJ Gimbo u ndje shumë i ofenduar dhe plasi në vete, do të thënë, për atë që u fol për vëllain e Gjestit. Ka patur hamencime, është trajtuar si temë, se zakonisht kur nuk i shikon dy persona që janë shumë të afërt, duke hedhur një foto me njëri tjetrin, normal që ngrihen pikpyetje se çfarë po ndodh me shoqërinë e tyre, si është shoqëria e tyre, si po vazhdon rrugtimi i kësaj shoqërie. Më ka patur kështu, do të thënë, ka mendime të tilla, se zakonisht ne jemi mësuar që DJ Gimbon dhe Gjestin ta shohim non-stop bashk, në përmbrëmje bashk, në foto bashk, në shëtitje bashk, në pushime bashk, do me thënë, tani kur nuk i shikojmë bashk, që asë njëri me tjetri nuk hedhi një foto, me njëherë ngrihen këto dyshimet, por nga informacione që kam unë, marrëdhënia e DJ Gimbos edhe Gjestit është marrëdhënie shumë e bukur, nuk është se ka ndonjë zënk, nuk është se ka ndonjë hidhërim, në asnjë mënyrë, do me thënë, nuk mundet që një lidhje dashurie t'i shkatërrojë dy shok, sepse Selina nuk ka hyrë me qëllimin që ta shkatron jetën e Gimbos. Ajo e ka ditur shumë bukur që Gimbo është shoku i Gjestit e tjerë e tjerë. Në fund ditës çfarë mund të ketë Selina me Gjestin kur Selina ka një marrëdhënie të bukur me Gimbon, do të thënë asaj intereson partneri i vet, dhe të gjitha këto në fakt janë lajme të kota. E shikoj që po bëhet një lloj, është krijuar një lloj grupi në TikTok edhe në Instagram që mundohen ta mposhtin Gimbon edhe Gjestin dhe ta nxjerrin shoqërinë e tyre si një shoqëri të rrejshme. Do ju kisha lutur që të mos të bjeni prek, këto janë të gjitha gënjeshtra, nuk ka asnjë gjë të vërtetë, domethënë, në këtë raport. Shoqëria është shumë e bukur dhe kalojnë shumë bukur me njëri tjetrin dhe jam shumë i bindur që shumë shpejt do të postojnë një fotografi apo një video nga momentet mes njëri tjetrit.